Përshëndetje të nderuar shikues, në vazhdim do t'jeni me magazinën informative 21 drejt për drejt. Presidentja Osmani ka gati draftin e lëndës për adresim në gjykatën kushtetuese rreth blokadës në Kuvend, por që po e pret gjykimin ndaj kërkesës së AK-s, bëri të ditur zyra e presidentes Osmani. Gjykata kushtetuese ndërkaq tha se kërkesa e AK-s për interpretim kushtetues rreth vendimeve në seancë konstituive është shqyrtim e sipër. Ndër parti politike shprehen të gatshëm për zbatim të çfarëdo vendimi të gjykatës. Blokada e krijuar në Kuvend tash gati 2 muaj ka aktivizuar presidentën Osmani që të bëjë përgatitjet e nevojshme për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Këshilltari i presidentës Osmani, Bekim Kupina, tha për Radio Televizionin 21 se tashme ekipi ligjor i presidentës ka përgatitur një draft të lëndës që do të mund të adresohej në kushtetuese, por që po e presin vendimin e gjykatës ndaj kërkesës së AK-s rreth procedurave në seancën konstituive të Kuvendit. Sa i përket gjykatës kushtetuese, ekipi ligjor i presidentës ka përgatitur një draft të lëndës që mund të adresohej në kushtetuese. Mirë po jemi në pritje të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese rreth pranueshmërisë së kërkesës së dërguar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sepse kjo pastaj mund t'i sqarojë edhe çështjet e pranueshmërisë së një çështjeje që do të referohej nga presidentja. Pra nuk është fjala për meritat e çështjes, por vetëm për anën procedurale, pra pranueshmërinë. Gjykata kushtetuese ndërkaq bëri të ditur për Radio Televizionin 21 se kërkesa e AK-s për interpretim kushtetues rreth ndryshimit të formës së votimit për zgjedhjen e kryeparlamentarit, si dhe të drejtës së lëvizjes vetëvendosje për të propozuar kandidatin për kryeparlamentarin, është në shqyrtim e sipër. Kjo kërkesë është duke u shqyrtuar, për vendimarrjen e gjykatës do të njoftoheni me kohë të gjitha palët e interesit dhe opinioni. E ndër parti politike janë në pritje të këtij vendimi, derisa shprehen të gatshme për zbatim të çfarëdo vendimi që merr gjykata. Unë shpresoj gjykata të del sa më shpejt me një përgjigje, sa më shpejt. Për mendimin tim, unë nuk më shikoj materje mas kjo kërkesa e tyre. Nuk ka materje, nuk besoj që kam e shqyrtuar, po presim. Faleminderit për materje. Presim pak. Ne po presim përgjigjen, të shohim cila do të jetë ajo, do ta zbatojmë në plotni dokumentin edhe vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të presim të shohim se si po ecim tutje. Kërkesa e AK-s e mbështetur edhe nga PDK-ja dhe LDK-ja për interpretim kushtetues rreth procedurave në seancën konstituive u dorëzua në gjykatën kushtetuese më 12 maj. Gjykata ka afat që brenda 60 ditëve nga momenti parashtrimit të kërkesës të jap interpretimin e saj në lidhje me procedurat për konstituimin e Kuvendit. Negociatori i Serbisë Petar Petković ka paralajmëruar se gjatë së martës në Bruksel do të zhvillojë një takim me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi në ndërmjetësimin e të dërguarit të bllokut evropian për dialogun mes dy shteteve fqinje Peter Sorensen. Nga zyra e kryenegociatorit Kosovës Besnik Bislimi nuk janë përgjigjur lidhur me takimin trepalësh në Bruksel. Takimi 10 qershorit vjen pas takimeve dypalëshe që zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe kryenegociatori Petković zhvilluan me Sorensenin më 2 qershor në Bruksel. Po ashtu takimi vjen pasi sipas Bislimit më 2 qershor kishte dështuar një takim i planifikuar trepalësh për shkak se ekipi i Serbisë ishte përballur me vonesa gjatë shkuarjes në Bruksel. Zëvendës kryeministri në detyri i Kosovës Besnik Bislimi është ftuar nga Prokuroria Speciale për të dhënë deklaratë për rastin e hetimeve që lidhen me kontratën për mbetjet shtazore të Ministrisë së Bujqësisë që drejtohet nga Faton Peci. Bislimi ka qenë i ftuar për të hënën që vjen, por ai për shkak të angazhimeve ka kërkuar që intervista zhvillohet më 18 qershor në orën 9:30 në Prokurorinë Speciale. Më 27 maj, Ministri i Detyri i Bujqësisë Peci për më shumë se 3 orë ishte intervistuar në cilësinë të pandehurit nga prokuroria për rastin e fabrikës së mbetjeve shtazore. Intervistimi i tij ishte realizuar pas bastisjeve në 4 lokacione.
Peci e kishte pranuar se Besnik Bislimi ishte interesuar rreth fabrikës. Ai ka pranuar se ky 2 herë e kishte ftuar në zyrë për këtë temë. Vllai i zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi po punonte në kompaninë e babait të aksionarit të konsorciumit, i cili e fitoi kontratën për fabrikën e përpunimit të nënprodukteve shtazore. Me ftesë të qeverisë japoneze, presidentja Osmani ka udhëtuar për vizitë bilaterale zyrtare në Tokyo. Gjatë vizitës zyrtare në Tokyo, presidentja Osmani do të pritet në takim nga lartmadhëria e tij perandori japonisë. Në njoftim, po ashtu bëhet e ditur se presidentja do të ketë takime bilaterale me kryeministrin e Japonisë Shigeru Ishiba, ku do të diskutohet fuqizimi i marrëdhënieve dypalçe ndërmjet Kosovës dhe Japonisë. Në kuadër të vizitës, presidentja Osmani do të udhëheq gjithashtu takimin biznesor në Tokyo së bashku me një delegacion përbërë nga përfaqësues të bizneseve nga Kosova, si dhe në prezencë të bizneseve nga Japonia. Lëvizja vetëvendosje ka përmendur mundësinë që bashkë me zgjedhjet lokale caktuara për 12 tetor të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare. Ideja u përmend pas dështimeve të njëpasnjëshme të konstituimit legjislaturës së 9 të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Por për të bërë kjo, kuvendi patjetër duhet të konstituohet. E sipas Eugenca Kollit, përfaqësuesi i organizatave monitoruese të zgjedhjeve, Demokracia në veprim, ekzistojnë 3 rrugë kushtetuese që të përmbushet propozimi i vetëvendosjes. Skenari i parë është ai i shpërndarjes së kuvendit pas konstituimit. Në skenarin e dytë është dështimi për zgjedhur qeverin brenda 60 ditësh pas konstituimit. Në opsionin e tretë është dështimi dyfisht për ta zgjedhur qeverinë. Pas padisë ushtruar ndaj Komisionit Pavarur për Media, Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se nëse dispozita ligjore nuk respektohet, atëherë zgjedhja e kryetarit është e kundërlidhshme. Shala deklaroi se kanë provat mjaftueshme për të argumentuar se KPM-ja ka shkelur ligjin bazik të funksionimit të saj me rastin e ndryshim plotësimit rregullorës së punës. Intervistën me Shalën e zhvilloi gazetarja Sofia Rushiti. Atëherë, zoti Shala, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka ushtruar padin ndaj Komisionit të Pavarur të Mediave për ato që ka ndodhën në mbledhjen e 17 janarit, ku e kishim një ndryshim plotësim të rregullorës së punës dhe zgjedhjen e një kryetari të ri, përderisa në atë kohë jeton Mehmeti ende po ushtronte pozitën e kryetarit. Çka kërkon IKD-ja nga kjo padi? Në rastin konkret, çush e kemi përmend, do të thotë edhe në fillim, kur ishte miratuar kjo rregullore, kemi të bëjmë një rregullore të kundërlidhshme si për nga materia, ashtu edhe për nga procedura e saj. Ligji bazik për Komisionin e Pavarur të Mediave e thekson qartë momentin ligjor se kur mund zgjidhet kryetari i ri i Komisionit të Pavarur të Mediave, e që është pas përfundimit të mandatit aktual. Në rastin konkret, Komisioni i Pavarur i Mediave në shkeljet të këtij ligjit fillimisht miratoi një rregullore të kundërlidhshme që përcaktonte një momentum tjetër nga ajo që përcaktonte ligji për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit të Pavarur të Mediave, e më pastaj mbi bazën e kësaj rregullore të kundërlidhshme e miratoi po ashtu një vendim të kundërlidhshëm për zgjedhjen e kryetarit të ri të Komisionit të Pavarur të Mediave. Për këtë arsye, fillimisht për nga materia, kjo rregullore është një rregullore në kundërshtim me ligjin bazik të Komisionit të Pavarur të Mediave. Në anën tjetër, edhe për nga procedurat që kanë ndjekur Komisioni i Pavarur i Mediave në këtë rast, kjo rregullore është e kundërlidhshme. Konsultimi publik në raport me aktet në ligjore që miraton Komisioni i Pavarur i Mediave, në rastin e KPM-s është obligim ligjor, është veprim procedural. Ligji për KPM përcakton detyrimin e KPM-s që të zhvilloj konsultime publike me rastin e miratimit të akteve të tilla, dhe që fatkeqësisht këtë nuk e ka bërë Komisioni i Pavarur i Mediave, e për këtë arsye kjo rregullore përpos materjes së saj është po ashtu në kundërshtim edhe me procedurën që i ka paraprir miratimit të saj. Për këtë arsye Instituti i Kosovës për Drejtësi ka parashtruar padi për anulimin si të rregullores së punës së Komisionit të Pavarur të Mediave në raport me këtë nen që është kundërligjor, po ashtu edhe në raport me vendimin për përzgjedhjen e kryetarit
Komisionit të Pavorur të Mediave, i cili e që rregulloria fillimisht do trajtohet nga ana e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, e më pastaj vendimi do trajtohet nga ana e Gjykatës Themelore. Ndryshim plotësimi rregullores u bë brenda një mbledhje, do të thotë pa konsultim publik. Sa është domosdoshme që këtë rast tek KPM-ja, ndryshim plotësimi rregullores të bëhet pas një konsultimi publik? Fillimisht duhet theksuar faktin se konsultimi publik është një praktik që tregon llogaridhënie, që tregon transparencë, që tregon gjithëpërfshirëse në secilin rast, në secilin institucion publik. Por në rastin e KPM-s, përtej asoj që është një parim pozitiv, një diçka e mirë, është edhe obligim ligjor. Përkundër faktit që rregulloren në fjalë, edhe për nga materia asoj siç e përmendëm, është në kundërshtim me ligjin, fakti që nuk ka zhvilluar konsultime publike i bie se kjo rregullore do të ishte në kundërshtim me ligjin për shkak të procedurës edhe sikurse materia saj të ishte në rregull. Fatkeqësisht mënyra se siç ka vepruar Komisioni i Pavarur i Mediave në këtë rast ka vu dyshime mbi politizimin e këtij institucioni i cili rregullon një pjesë substanciale të lirisë mediale në Kosovë që është një bazament i demokracisë. Në këtë mënyrë të veprimit ku publiku thjesht adet njoftohet se ka një nisë për ndryshimin e rregullorës së punës që po e theksoj është një prej akteve më të rëndësishme mbi të cilat e zbaton punën e vet Komisioni i Pavarur i Mediave. Njoftimi i publikut për iniciativën e ndryshimit të rregullorës po atë mbledhje, ndryshimi i rregullorës po atë mbledhje, zgjedhja e kryetarit të ri të KPM-s në kundërshtim me ligjin po atë mbledhje, definitivisht se krijon një farë bindje negative tek publiku, sikurse kemi të bëjmë me veprime të shpejta që kanë për qëllim shkeljen e ligjit dhe miratimin e një rregullore dhe një vendimi në mënyrë të kundërligjshme. Për këtë arsye, për poscenimit të hapur të ligjit, si për nga materia, ashtu edhe për nga procedura, definitivisht se kjo mënyrë e veprimit ka krijuar edhe dyshime në lidhje me pavarësinë dhe paanësinë e Komisionit të Pavarur të Mediave. Vetë KPM e ka vënë në dyshim këtë pavarësi, duke krijuar përshtypjen e politizimit të saj dhe që definitivisht kjo cenon rënd punën e këtij institucioni që është një institucion i pavarur kushtetues që siç e theksova rregullon një pjesë substanciale të lirisë mediale si bazamenti i demokracisë në Kosovë. Çfarë pasoja sjell në përgjithësi ndryshimi i rregullorës së punës pa konsultim publik? Fillimisht duhet theksuar faktin se nëse një institucion i pavarur kushtetues, siç është Komisioni i Pavarur i Mediave, vepron në këtë mënyrë në shpërfillje të dispozitave ligjore, vetë kjo mënyrë e veprimit, pa marrë parasysh efektet ligjore në vendime specifike, vetë kjo mënyrë e veprimit i vën në pasiguri të gjitha palët të cilat kërkojnë një të drejtë të caktuar në Komisionin e Pavarur të Mediave, për shkak se krijohet një lloj përshtypje se Komisioni i Pavarur i Mediave lehtësisht shpërfill obligimet e saj ligjore. Dhe në anën tjetër, për te kësaj e bën edhe aktin e palehtshëm dhe kjo është arsyeja pse kemi kërkuar që në rastin konkret Gjykata Supreme të anuloj, të shfuqizoj rregullorën në fjalë dhe Gjykata Themelore më pastaj të shfuqizoj edhe vendimin për përzgjedhjen e kryetarit të Komisionit të Pavarur të Mediave. Duhet theksuar faktin se nuk është e rëndësishme se cili ka qenë qëllimi i Komisionit të Pavarur të Mediave. Përkundër faktit se asnjë qëllim nuk është arritur me këtë mënyrë të veprimit. KPM-ja për shkak të mungesës së anëtarëve vazhdon të mbetet jo funksionale. Dhe tash, mirë po, përkundër faktit, edhe nëse do kishte eventualisht një qëllim të caktuar, definitivisht se nuk mund të konsiderohet një qëllim legjitim shkelja e ligjit. Ligji duhet zbatohet ashtu siç është dhe nëse ka alternativa më të mira duhet të propozohet ndryshimi i tij, mirë, po jo thjesht që të mos zbatohet ligji për të thënë se ligji nuk është adekuat e tjerë. Fatkeqësisht i pam edhe tash edhe gjatë seancës i pam deklarimet se në rastin konkret kemi të bëjmë me një akt të brendshëm dhe për faktin se është akt i brendshëm nuk paraqet interes publik. Fatkeqësisht do të thotë kjo është një mendësi jo ligjore, jo kushtetuese, jo demokratike. Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Mediave në Komisionin e Pavarur të Mediave nuk janë se persona privat. Ata janë si bartës të autorizimeve publike të cilët udhëheqin me punën e një institucioni të pavarur kushtetues. Dhe në asnjë rrethon nuk mund të themi se në rastin konkret kemi të bëjmë me diçka të brendshme, për shkak se nuk është private. Nuk ka privatësi në një institucion
publik në një institucion të pavarur kushtetues. Për këtë arsye në rastin konkret ka një interes të lartë publik që të adresohet kjo çështje dhe kjo rregullore dhe ky vendim të shfuqizohen dhe për më tepër duhet marrë mësim edhe Komisioni i Pavarur i Mediave, sikurse secili institucion tjetër në fuqi që ligji nuk është let i shpërfillshëm dhe nuk mundemi që thjesht në një mëngjes të shohemi dhe themi po ligji nuk po na pëlqen, po ndryshojmë ligjin përmes një akti që ne po e cilësojmë të brendshëm dhe jo publik. Aktet, po e ritheksoj, aktet e brendshme të Komisionit të Pavarur të Mediave, për faktin se është një institucion publik, definitivisht të paraqesin interes publik, pasi kjo nuk është çështje private, mirë po është çështje publike dhe që për shkak se anëtarët e KPM-s ushtrojnë autorizimet e tyre publike. Atë kohë kur u bë emrimi i kryetarit të ri të KPM-s, kryetari atëhershëm Jeton Mehmeti kishte edhe 4 ditë deri në skadimin e mandatit të tij. Arsyetimi i anëtarëve që propozuan emrimin e kryetarit të ri dhe ndryshimin e rregullores ishte që të mos mbetet KPM-ja pa kryetar në atë kohë ku ishim në fushat zgjedhore. Si e komentoni këtë dhe realisht si do duhet të shkonte rruga ligjore deri në zgjedhjen e një kryetari të ri, derisa të presim që të skadonte mandati zotit Mehmeti? Fillimisht ky është një arsyetim i pashëndrueshëm i Komisionit të Pavarur të Mediave, për shkak se përkundër faktit që ka zgjedhur kryetarin e Komisionit të Pavarur të Mediave, prap Komisioni i Pavarur i Mediave ka mbetur jo funksional, për shkak të mungesës së anëtarëve që përbëjnë quorumin për vendimarrje. Pra, edhe njerë, zgjedhja e kryetarit të KPM-s nuk e ka funksionalizuar KPM-n gjatë fushatës zgjedhore, që nga përfundimi i mandatit të ish-anëtarit në rastin konkret në janar, KPM ka mbetur jo funksionale. Pra, kemi një shkelje të ligjit që nuk arsyetohet në çfarë do rrethone, mirë po dhe kemi zero qëllim të arritur përkitëzi me rastin konkret. Për më tepër, është një fakt shumë i rëndësishëm, edhe sikurse KPM-ja të ishte funksionale. Nuk do të ishin të paktën legjitime vendimet që nxjerrën nga një institucion i kryesuar nga një kryetar i zgjedhur në mënyrë të kundërligjshme. Dhe aspekti tjetër është se duke abstrahuar gjitha këto çështje, në asnjë rrethon nuk mund të themi se kemi një qëllim të caktuar për avansimin e punës së një institucioni, andaj po shkelim ligjin. Ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave është tani më shtryer nga gjykata kushtetuese dhe edhe anëtarët e Komisionit të Pavarur të Mediave mund të japin në fazat pasuese kur të organizohen grupet punuese, mund të japin komentet e tyre. Mirë, po përderisa kemi këtë ligj në fuqi, definitivisht se të njëjtin ligj ne duhet ta zbatojmë dhe nuk mund të veprojmë ndryshe. Po ritheksoj, në asnjë rrethon, asnjë qëllim nuk mund ta arsyetoj shkeljen e ligjit, sikurse ka ndodhur në rastin konkret. Tashmë çështja është në Gjykatën Supreme, cilat janë pritshmëritë tuaja? Bazuar në dispozitat ligjore, përbindjen tonë është e qartë se rregullore në fjalë është në kundërshtim të hapur me ligjin si për nga materia, si për nga procedura. Për këtë arsye presim nga gjykata, tani më presim vendimin nga Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, përmes cilit kemi kërkuar që të shfuqizohet kjo dispozit e kundërligjshme e rregullorës së punës së Komisionit të Pavarur të Mediave dhe që kjo situatë më pastaj do t'i hapte rrugë edhe shfuqizimit të vendimit për përzgjedhjen e kryetarit të ri të Komisionit të Pavarur të Mediave. Definitivisht se është shumë e rëndësishme dhe përbën një interes të lartë publik mbrojtja e kushtetutshmërisë dhe mbrojtja e ligjshmërisë në një institucion të pavarur kushtetues, dhe bazuar në këtë interes publik dhe si përfaqësues të gjerë të interesave të publikut, kjo është arsyeja pse si IKD kemi vendosur që të parashtrojmë këtë padi në mënyrë që të kemi një mbrojtje të ligjshmërisë në Komisionin e Pavarur të Mediave. Dhe definitivisht se edhe në të ardhmen duhet që të ketë një vetëdijsim adekuat të institucioneve që në asnjë rrethon nuk duhet ta shqyrtojnë shkeljen e ligjit në vendimarrjen e tyre. E qartë, një falenderoj shumë për kohën. Ishte kënaqësi. Zoran Vukotić është dënuar me 15 vjetë burgim për krime lufte nga gjykata themelore në Prishtinë të martën për vrasjen e një 13 vjeçari. Ish pjesëtar i policisë serbe ishte akuzuar edhe për pjesëmarrje në masakrën e Studimës, si dhe për një numër vrasjesh të cilëve
të civilëve. Gjatë shpalljes së aktgjykimit nuk ishin të pranishëm i akuzuari Zoran Vukotić dhe mbrojtësi i tij Nebojša Vllajić. Prokuroria speciale kishte ngritur 4 akt akuza për krimet e luftës ndaj popullatës civile gjatë periudhës 1998-99 ndaj akuzuarit Vukotić, por me propozimin e mbrojtësit të akuzuarit, avokatin Nebojša Vllajić, ishte bërë bashkimi i çështjes. Oda ekonomike e Kosovës dhe përfaqësuesit e tjerë të bizneseve u kanë bërë thirrje bizneseve dhe qytetarëve në Kosovë që t'i bashkohen të mërkurën protestës së bizneseve në kundërshtim të tregut hapur energjetik. Sipas kryetarëve të odave ekonomike, vendimi i ZRE-s që hyri në fuqi më 1 qershor, por rrezikon 143.000 familje në Kosovë. Odat në këtë konferencë akuzuan edhe Kekun për mashtrim. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka akuzuar zyrën e rregullatorit të energjisë dhe qeverinë në detyrë se kanë nxjerrë dhunshëm 1300 biznese në tregun e lirë energjetik, gjë e cila sipas tij ka shkaktuar frikë dhe pasiguri në mbarvajtjen e punës së tyre. Rafuna ndau detaje në lidhje me protestën që do të zhvillohet të mërkurën në shefshin Skënderbej në Prishtinë. Protesta do të jetë nesër prej orës 11 deri në orën 12. I ftojmë të gjithë anëtarët të cilët janë anëtarë tonë, dhomave, sektorëve të ndryshëm, shoqata të ndryshëm, po edhe ata që nuk janë, se të gjithë prekën. I ftojmë të gjithë ata që prekën, që të na bashkangjiten për të mirën e ekonomisë së vendit, për mbrojtjen e qytetarëve të Republikës Kosovës, për shkak se në fund qytetari i Republikës Kosovës ka me pagu si konsumator çmimin e kësaj rritje. Bizneset në Kosovë kanë kundërshtuar tregun e hapur energjetik, duke fajsuar qeverinë në detyrë se ka krijuar monopol në tregun energjetik. Pasi që nga 21 kompani të licencuara për shitje të rrymës, bizneset kanë pranuar ofertë vetëm nga Kesko me një çmim për 300% më të shtrenjtë. Megjithatë, 2 ditë para se të hyjë në fuqi vendimi për liberalizimin e tregut energjetik, Keku bëri të ditur se ka nënshkruar marrëveshje me Kostin për shitje të rrymës përmes tregut të hapur. Keku në vazhdimsi ka raportuar për interesin e madh të bizneseve për të blerë rrymë nga ky institucion përmes tregut të hapur, gjë e cila u demantua nga kryetari i dhomës së tregtisë, Skënder Krasniqi. 99% e të bizneseve nuk kanë arrit marrëveshje sepse nuk janë të kënaqur dhe e din pasojat e kësaj marrëveshje. Dhe na ftojmë qytetarët së pari, se cilët do të jenë të afektuar më shumti të Republikës Kosovës, punëtorët dhe bizneset që nesër të gjithë të dalim në shesh dhe të protestojmë për këtë veprim të shpejtë. Radio Televizioni 21 për këtë çështje gjatë ditës u mundua të kontaktoj edhe me Kekun, por që nuk mori përgjigje. Në anën tjetër, në bazë të vendimit të zyrës e rregullatorit për tregun e hapur energjetik, Keku ka obligim ligjor që t'i furnizojë të gjitha kompanitë në Kosovë deri në 60 ditë me energji elektrike, edhe nëse ato nuk kanë nënshkruar një marrëveshje. Kryetari i Aleancës së Bizneseve Agim Shahini ngriti alarmin se pas 60 ditëve, bizneset rrezikojnë të mbesin pa furnizim me energji elektrike. Prandaj, e nesërmja është protestë ekonomike, biznisore. Është protestë që pakënaqësitë tona pas përfundimit të dialogut me këto institucione po shpërndajna në rrugë. Dhe ajo çka e tha Keku ishte shumë interesant se shkollat private do të kalojnë në tregun e hapur, kurse shkollat të tjera publike jo. Edhe këtu është një diskriminim. Duke të hapur se diskriminimi është ndaj sektorit privat. Radio Televizioni 21 gjatë ditës ka provuar të kontaktoj edhe me zyrën e rregullatorit, por as ata nuk ishin të çastshëm, ndërsa Oda Ekonomike dhe përfaqësuesit e tjerë të bizneseve bën të ditur se nuk do t'i ndalin protestat e tyre derisa kërkesat e tyre të gjejnë një përgjigje. Në ambientet e Korporatës Energjetike të Kosovës është mbajtur një takim konstruktiv me përfaqësues bizneseve nga Oda Ekonomike e Kosovës, Dhoma e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Aleanca e Biznesit, Klubi i Biznesit dhe shoqata e prodhuesve brenda OEK-ut.
Përfaqësuesit e bizneseve janë mirëpritur nga kryeshefi ekzekutiv i Kekut Gramos Hashani dhe janë njoftuar lidhur me hapat konkret të ndërmarrë nga Keku në kuadër të zbatimit të legjislacionit dhe rregulloreve të zyrës së rregullatorit për energji, përfshirë rregulloren për furnizim të mundësisë së fundit dhe procesin e kalimit të konsumatorëve në tregun e hapur, njofton Keku. Ashtu Keku ka informuar se ka filluar edhe me nënshkrimin e kontratave komerciale me ndërmarrje publike dhe bizneseve të interesuara për furnizim të rregullt dhe afatgjatë në tregun e hapur të energjisë. Drejtori i dhomave të tregtisë Kushtrim Ahmeta i tha për Radio Televizionin 1 se Kosova tashmë ka hyrë në një valë të re të inflacionit, ndërsa shtrëngtimi i energjisë elektrike për 16% dhe futja e bizneseve në tregun e hapur energjetik vetëm sa do ta vështirësoj situatën ekonomike të qytetarëve në Kosovë. Bisedën e zhvilloi Shkëlzen Lakna. Fatkeqësia shumë e madhe se vendi jonë ka për çdo vit rritjet e importit, e fatkeqësisht nuk ka rritjet e prodhimit vendor dhe kemi parë edhe sfunde me dëna që dolen nga ASK-ja që tregojnë qartë atë që kemi thënë nga fillimi se prodhimi vendor nuk e ka mbështetjen e duhur nga institucionet në këtë rast, nuk e ka mbrojtjen e duhur nga institucionet dhe kjo tregon për një rritje enorme të importit e cila po ndodh. Këto vendimet e fundit tashmë rrezikojnë që të rrisin më shumë importin, sepse bjen prodhimi kapaciteti i prodhimit vendor dhe automatikisht rritet atë kërkesa për import sepse disi tregu duhet më mbulu e kur vjen nga importi aty importohet në këtë rast jo vetëm produkti, importohet edhe inflacioni, edhe çmimet e transportit dhe gjitha të tjera dhe në fund çmimi i tyre rritet 2-3 fesh krahasim me çmimin e atij produkti që shitet në një shtet tjetër. Dhe kjo pastaj na bën në një situatë që neve na i rrit koston e jetës. Këto na rrit çmimet shumë dhe ne e kemi goxha të lashët gjithsecili me përballue themi me mbyll muajin pa dalë në minus të gjithkohën sepse duke rritur çmimet e ketë pamundur në anën tjetër nuk i keni rritje të themi të pagave. Janë disa rritje të fundit që bën në sektorin publik tash palemi me 55 euro, po çka ta mbulojnë 55 euro gjithë këtë rritje të shpejtë edhe të shpeshtë që po ndodhet të çmimeve. Domthon kemi një telashe shumë të madhe dhe duke rritur edhe çmimet, rritet edhe rreziku që veni ose vetë popullata të varfrohet edhe më shumë, sepse ka të pamundur ta mbuloj gjitha këto çmimet e larta. Më lejeni t'ju them që me dhënat e fundit që unë kam, është për shembull bizneset në prill ta zëm një biznes që sot mëngjes ma dërgoi një dvan, ishte që në prill ka paguar 10.000 euro, me faturën e muajit ka paguar mbi 12.000 euro. Vetëm për një biznes po flasim, i cili bën shërbim, është hotel. Llogaritë të tjerë biznese prodhuese se çfarë fatura do të vinë, vetëm me rritjen e çmimit të energjisë pe 16.1%. Pa e futur tash edhe themi telashën e madhe që është shkaktuar me liberalizimin e dhunshëm të tregut të energjisë. Zotri Ahmeta e patëm një fazë të inflacionit gjatë kohës së pandemisë, por a mund të themi se Kosova ka hyrë në një fazë të re të inflacionit i cili sa vjen e bëhet më agresiv? Fatkeqësisht po, domthonë kemi pasur fillimisht që përmendet domthonë pandeminë, pastaj patëm inflacionin e importuar nga ndikimi i luftës në Ukrainë, inflacionet e më vonshme pastaj, sepse kur varet shumë nga importi, gjithmonë ti e importon edhe inflacionin. Fatkeqësia tash është që duke rritur çmimi i energjisë, fillimisht pasojat të cilëve veç po i shohmi, duke rritur, duke bërë dalja e dhunshme e 1300 bizneseve, pjesa dërmuese të cilëve janë prodhues vendor, e ndikon edhe këtë inflacionin tash të brendshëm, nga brenda, jo vetëm nga jashtë. Tash po i shtojmë atij që ka nga jashtë edhe një inflacion të brendshëm, e kjo e bën jashtëzakonisht problematik themi mbylljen pa minus të një familje për një kosto jetese, domosdoshmë është situatë jashtëzakonisht problematike, për cilën fatkeqësisht prapë po them, asnjë qeveri nuk ka qenë e gatshme që të ndërmarrë veprime për ta mbrojtur ekonominë vendore, për të mbrojtur këta njerëz që janë të jetuar në Kosovë. Nuk ka pasur deri më tani, kanë mbetur në themi në hall çdo herë, nuk kanë gjetur, përpas fjalëve veprime kanë munguar fatkeqësisht shumë. Edhe po vazhdoj. Faleminderit shumë. Grazie.
Zyra kombëtare e auditorit ka gjetur 10 shkelje të kryera nga Komuna e Prishtinës në vitin 2024. Raporti auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Prishtinës, i cili pritet publikohet javën tjetër, ka specifikuar raste kur ky institucion ka bërë ndryshime në kushtet të kontratave pa aprovimet e duhura, nuk ka lidhur kontratat në bazë të procedurave adekuate të prokurimit, ka hyrë në obligime pa mbulesë buxhetore, ka lëshuar leje ndërtimi pas fillimit procedurave tenderuese e ka paguar miliona euro paradhënie kundërlishëm. Zyra kombëtare e auditorit ka gjetur po ashtu se në vitin e shkuar për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore janë shpenzuar mbi 3.5 milion euro, prej cilave 1.07 milion për kamata dhe shpenzime përmbarimore e 2.4 për borxhi kryesor. Lidhja shqiptare e Prizrenit lindi si nevojë etike për të mbrojtur trojet tona, identitetin dhe të drejtën për ekzistencë dhe dinjitet. Kështu thanë manifestimin organizuar në kompleksin e lidhjes në Prizren me raste 147 vjetorit të themelimit kësaj lidhje. Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ecën këmbë nga shtëpia e Bardh deri në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Presidenti Bajram Begaj ka thënë se 10 qershori 1878 ishte dhe do të mbetet themeli politik e shpirtëror i Bashkimit Kombëtar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se në kontekstin e jashtëm lidhja e Prizrenit ishte ndërgjegjësimi i plot mbi natyrën e plot të projekteve politike shoviniste të vendeve fqinje. Nuk kishin as mbështetje ndërkombëtare, as resurse moderne, por kishin një gjë që vlen më shumë se gjithçka: ndërgjegjën kombëtare dhe guximin për të vepruar. Lidhja e Prizrenit nuk ishte vetëm një organizim politik, ishte zgjim i identitetit tonë. Projekti i parë strategjik për bashkimin e shqiptarëve, një ngjarje që i parapriu dhe frymëzoi pavarësinë, lirinë dhe vetë ekzistencën tonë si popull në këtë pjesë të Europës. Shkëndija e kësaj dite ndezi pishtarin e lirisë, por trashëgimia e saj jeton sot në çdo përpjekje për zhvillim, për mirëqenie, për bashkim shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve kudo ku ata janë e jetojnë. Ajo lindi si nevojë etike për të mbrojtur trojet tona, identitetin dhe të drejtën tonë për ekzistencë dhe dinjitet. Historia është frymarrja jonë, është gjaku që na rrjedh në deje. Lidhja e Prizrenit është pjesë e trupit tonë, e kësaj zemre që rre në çdo shqiptar të ndershëm, pjesë e identitetit tonë kombëtar. Identiteti ynë kombëtar nuk është vetëm një fjalë, nuk është vetëm një kujtim, por ai është një amanet. Sot detyra jonë është ta çojmë më tej këtë amanet, sepse ne nuk harrojmë historinë. Të lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe shpirtin kryengritës mes peticionesh e protestash, por edhe vullnetarizmin luftarak e ushtarak për mbrojtjen e treveve shqiptare nga ushtrit fqinje. Të lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe aftësinë e kapacitetin e shqiptarëve për të vetëqeverisur e për të vetëvendosur, por edhe aftësinë e tyre politike për të pozicionuar ndaj zhvillimeve politike ndërkombëtare të kohës. Ka vdekur në moshën 78 vjeçari ish kryeministri në ekzil i Kosovës Bujar Bukoshi. Bukoshi ka qenë duke vuajtur nga një sëmundje e rëndë. Bukoshi ka lindur më 13 maj 1947 në Suharek. Ai u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Beogradit. Pas kthimit në Kosovë punoi si mjek në Suharek. Bukoshi është një nga themeluesit e lidhjes demokratike të Kosovës. Ai ishte edhe zëvendës kryeministri i Kosovës në kabinetin e dytë të Thaçi nga viti 2011 deri në vitin 2014. Bujar Bukoshi ka qenë kryeministri i qeverisë së përkohshme të Kosovës në ekzil nga viti 1991 deri në vitin 2000.
Bujar Bukoshi ish kryeministër i Kosovës në mërgim dhe politikan i rëndësishëm i vendit, ka vdekur në moshën 78 vjeçare. Krerë institucionale e përfaqësues të partive politike shprehen ngushëllime familjes Bukoshi. Lajmin për vdekjen e Bujar Bukoshit e bën të ditur familjarët e tij, të cilët treguan se Bukoshi po vuante nga një sëmundje e rëndë. Ndërkohë që pati njësë reagimesh nga krerë institucionale e përfaqësues të partive politike për vdekjen e Bukoshit. Presidentja Vjosa Osmani e përshkroi Bukoshin si një mjek me vizion dhe një burr shteti me përkushtim të pashoq. Doktor Bukoshi, ish kryeministër në ekzil, do të kujtohet për herë për kontributin e tij për fuqizimin e kauzës së Kosovës së Lire të pavarur në kohët më të rënda për popullin ton. Kontributi i tij si mjek intelektual dhe udhëheqës politik ka lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e rrugës son drejt lirisë dhe pavarësisë. Edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se Bukoshi ka qenë një figurë e rëndësishme në periudha kyçe të historisë son. Doktor Bukoshi ka qenë një figurë e rëndësishme në periudha kyçe të historisë son, si kryeministër në ekzil gjatë viteve të 90-ta dhe si njëri nga nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të 2008-s. Kontributi i tij do të mbetet pjesë e kujtesës institucionale dhe historisë së shtetformimit të vendit tonë. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, teksa u shprehu ngushëllime familjes Bukoshi, tha se figura e tij do të mbetet për herë pjesë e pandashme e historisë son shtetformuese. Doktor Bukoshi ishte ndër figurat themeluese të lidhjes demokratike të Kosovës, më pas duke shërbyer edhe si sekretar i përgjithshëm në atë kohë. Në vizion dhe guxim, ai dha një kontribut të jashtëzakonshëm në rrugtimin ton drejt lirisë. Figura e tij do të mbetet për herë pjesë e pandashme e historisë son shtetformuese dhe kujtimi për të do të jetojë ndër breza. Ndërsa kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se personaliteti i Bukoshit është i rëndësisë së veçantë në historikun institucional të Kosovës. Ngushëllimet sinqerta familjes Bukoshi përndarin nga jeta e doktor Bujar Bukoshit. Personaliteti i tij është i rëndësisë së veçantë në historikun institucional të Kosovës, duke qenë pjesë e tyre në ekzil dhe më vonë edhe në liri. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.